Dhe këtyre personazheve të rinj të Askushllëkut që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka ligje, ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashëvis Simakut i kërkoi këtij Askushi, a është në qendër të vërtetoj këto? Mund të dali ky Askushi ose kjo Askushja dhe të thotë me rast konkret, kë familje ka prishur parashëvi Simaku, cilët burra ka marrë parashëvi Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo jo? Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashëvi Simaku ishte ndarë skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i paska marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, para paska marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni çmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm,